Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Ministri i Punëve të Jashtme i Maqedonisë së Veriut, Timço Muçumski, paralajmëroi se për shkupin integrim evropian nuk duhet të realizohet me çdo kusht. Gjatë vizitës së ministrit të Punëve të Jashtme të Lituanisë, Muçumski përsëriti qëndrimin e qeverisë se vendi mbetet i përkushtuar ndaj rrugës europiane, por pret garanci se procesi i integrimit do të zhvillohet pa bllokada të reja dhe me nivel të lartë parashikueshmërie. Ndërsa ministri lituanez vlerësoi se aktualisht po ekziston një moment i favorshëm për zgjerimin e Bashkimit Evropian dhe se vendet kandidate duhet ta shfrytëzojnë këtë mundësi. Nën kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim, Bujar Osmani kritikoi mënyrën e emërimit dhe zëvendësimit të ministrit në Ministrinë për Marrëdhënie ndërmjet bashkësive, duke vlerësuar se kjo cënon frymën e marrëveshjes së Ohrit. Osmani deklaroi se vetë emërimi i Stojkovićit kishte një mesazh politik ndaj shqiptarëve. Vetë emërimi i Stojkovićit në Ministrinë përgjegjëse për zbatimin e marrëveshjes së Ohrit kishte një simbolik të qartë, tu dërgohet mesazh shqiptarëve se ata e trajtohen në të njëjtin rang me komunitetet që përbëjnë më pak se 20% të popullsisë dhe se udhëheqja e kësaj ministrie duhet të bëhet me rotacion sipas logjikës së përfaqësimit pakicave. Sipas tij, kjo qasje ishte provokuese për shqiptarët dhe në kundërshtim me frymën e rendit kushtetues dhe vetë marrëveshjes së Ohrit. Kuvendi i Maqedonisë së Veriut miraton ligjin për marrje dhe transplantin e pjesëve të trupit të njeriut për qëllime mjekimi. Me këto ndryshime, çdo qytetar i madhor i jepet mundësia të deklarohet personalisht nëse dëshiron të jetë dhurues organesh pasi të ndrojë jetë. Ligji u miratua me procedurë të shkurtuar me 58 vota pro dhe 6 kundër. Një nga rrezikët kryesore është zgjerimi i rrethit të dhuruesve të gjallë, duke mundësuar që organet të dhurojnë edhe tek të afërmit deri në shkallën e 4 të farefisnisë. Çdo rast do të shqyrtohet nga një komision etike në Maqedoninë e Veriut, i cili do të vlerësojë nëse vendimi është marrë në mënyrë vullnetare dhe do të kujdeset për parandalimin e çdo keqpërdorimi të mundshëm. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Qasja e Kosovës ndaj gazit e lëngshëm amerikan është bërë pjesë e debatit organizuar nga Oda Ekonomike Amerikane. Në këtë tryezë u theksuar rëndësia që ka gazi për Kosovën dhe se ky i fundit nuk duhet të shihet si zëvendësim i burimeve tjera të energjisë, por si mundësi shtesë për diversifikim, industrializim dhe rritje të sigurisë energjetike. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane, Arjan Zeka, tha se çështja për gazin amerikan është rikthyer në debat pas disa vitesh, duke kujtuar dhe zhvillimet e vitit 2021, kur qeveria e Kosovës kishte dhënë përgjigje negative lidhur me programin për zhvillimin e infrastrukturës së gazit të lëngshëm. Pas vite më vonë reaktualizohet e njëjta temë prej publikimit të një policy paper, një dokumentit politikave të Odës Ekonomike Amerikane. Pas vite më vonë, sërish përgjigja është jo, edhe arsye-timet kësaj radhe janë tjera, që qeveria kësaj radhe ka zgjedhur alternativa që janë më pak të kushtueshme edhe që ndoshta janë më fizibile për qytetarët e vendit. Ushtruesi i detyrës së presidentes Kosovës Albulena Xhiu i kërkoi drejtoreshës për Ballkanin Perëndimor në Komisionin Evropian Valentina Superti që progresi i Kosovës të marrë një përgjigje të qartë politike nga Bashkimi Evropian përmes avancimit drejt statusit të vendit kandidat dhe hapjes së negociatave për antarësim. Në takim u diskutua dhe për rëndësinë e zbatimit të marrëveshjeve të procesit të Berlinit dhe fuqizimin e bashkëpunimit rajonal mbi parimin e barazisë. Xhiu theksoi se Kosova duhet të trajtohet në mënyrë të barabartë me vendet e tjera të rajonit, sa i përket përfaqësimit, lidhjeve infrastrukturore, tregtisë, digitalizimit dhe qasjes në nismat e tregut përbashkët. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.